Pas 25 vitesh lufte të pandërprerë, pas betejave të fituara kundër një perandorie që dukej e pamposhtur, pas një epopeje që i ngritën shqiptarët në simbol të rezistencës europiane. Në janarin e vitit 1468, zemra lidhjes së Lezhës pushoi së rrahur. Gjergj Kastriot Skënderbeu u nda nga jeta dhe me të u drodhe gjithë Shqipëria. Por ajo që nis këtu nuk është fundi i historisë. Përkundrazi, është kapitulli më i ashpër, më i errët dhe më pak i njohur i saj. Lufta e lidhjes së Lezhës pas vdekjes së Skënderbeut. 11 vjet, rezistencë e dëshpëruar, heroike, të haruar. Në çastin kur lajmi i vdekjes së tij u përhap në çdo kështjell të Arbërisë, ra një heshtje e rrëtë. Osmanët festuan, sepse besonin se më në fund, porta e hekur të Ballkanit ishte thyer. Por shqiptarët nuk u dorëzuan. Lidhja e Lezhës, e drejtuar tani nga Lek Dukagjini, mori vendimin e pamundur. Të vazhdonte luftën, edhe pse heroi i saj nuk ishte më. Në Kruj, kështjella legjendare që kishte rezistuar rrethimeve të një pasmeshme, u përgatit për një stuhi të re. Në Mali, pjesët shqiptar mlodhën trimat e mbetur. Vendet e shkreta të luftës u mbushën me gra, që qanin burrat e rënd, por që megjithatë i dërgonin djemtë e tjerë në vend. Shqipëria nuk ishte më një komb i udhëhequr nga një figurë e vetme. Ai u bë një popull që luftonte për emrin, për tokën, për të ardhmen. Në vitin 1468, si të donin t'i provonin botës, se ishin ndjekës të denjtë të Skënderbeut, shqiptarët i dhanë perandorisë osmane goditjen e parë. Lek Dukagjini dhe Tanu Shtopia ngritën flamurin e luftës. Ata i sulmuan forcat osmane me strategji guerile që Skënderbeu ishte përdorur me sukses për një çerek shekull. Dhe për çuditë të gjithëve, funksionon. Osmanët u detyruan të tërhiqeshin. Por kjo ishte vetëm fillimi i një deti stuhish. Në vitet pas vdekjes së Skënderbeut, Sultan Mehmeti II, ushtruesi i Konstantinopolis, nisi një ofensivë të re të pamështirshme. Synimi i tij ishte i qartë, Shqipërinë ta fshinte nga harta. Ai e dinte mirë se nëse Arbëria binte, rruga drejt Italisë dhe Evropës perëndimore hapej përfundimisht. Vala e parë e madhe e sulmeve nisi në vitin 1469. Shkodër, Drisht, Lezhë, Kruj, Kanin. Çdo fortesë u përmbyt nga mijëra ushtarë osman. Por lidhja e Lezhës rezistoi. Edhe kur trupat e tyre ishin më pak, edhe kur armatimi i tyre ishte më i ashpër, edhe kur kështjellat ishin të dëmtuara, ata mbajtën pozicionet, duke përdorur çdo pëllëm të tokës që Skënderbeu u kishte mësuar të shfrytëzonte. Në vitin 1474, ndodhi një prej betejave më të përgjakshme pas vdekjes së Skënderbeut. Rrethimi i Shkodrës. Ishte një rrethim i tmerrshëm, 150 ditë të luftës, më të rëndë që banorët e qytetit kishin parë ndonjëherë. Osmanët përdorën artilleri të rëndë, zjarr, por shkodranët qëndruan. Në mure luftonin njerëz që e dinin se nuk kishin kthim pas. Blykat e topave shkatronin gjithçka, por qyteti nuk dorëzoi. Në këtë betejë, lidhja e Lezhës u bashkua me Venedikasit, një aleancë ndërtuar nga vetë Skënderbeu në vitet e fundit të jetës së tij. Pa atë aleancë, Shkodra do të kishte rënë shumë më herët. Por koha nuk priste askënd. Shqipëria ishte lodhur. Popullsia ishte ralluar. Disa princer ishin larguar në Itali. Disa ushtri ishin shuar fare. Lidhja e Lezhës po përpiqej të mbante gjallë një zjarr që çdo vit dobësoi më shumë.
Në vitin 1478, Mehmeti II vendosi të japë goditjen finale. Filloi rrethimi i fundit i Krujës, kështjellja e pamposhtur, zemra e Skënderbeut, simboli i lirisë. Por pas 10 vitesh luftë, pa udhëheqësinë e saj, Kruja ishte më e dobët se kur. Ushtria ishte paksuar, armatimi mungonte. Megjithatë, edhe në këtë gjendje, shqiptarët luftuan deri në ditën e fundit. Në fund, mbrojtësit nuk ranë nga shpata, ranë nga uria. Pasi shteroi çdo rezistencë, Kruja u detyrua të dorëzoi muret legjendare që kishin sfiduar sultanët për gjysmë shekulli, por në fund u hapën. Ishte një kapitull tragjik, por jo i turpshëm. Ishte fundi një epopeje super njerëzore. Në vitin 1479, pas rënies së Shkodrës, Lidhja Lezhës mori goditjen përfundimtare. Shqipëria ra nën suzlimin osman. Por ajo që ndodhi nga 1468 deri në 1479 ishte më shumë se rezistent. Ishte një testament e një populli që refuzoi të zhdukej, edhe pasi kishte humbur udhëheqësinë e tij më të madh. Lufta e lidhjes së Lezhës pas vdekjes së Skënderbeut ishte një betejë e padrejtë, e pamundur, e pa shpresë, por e ndritur. Një luftë ku çdo ditë ishte borxh ndaj trashëgimisë të një njeriu që ua mësoi shqiptarëve se liria është më e shenjtë se jeta. Edhe pse lidhja u shua në vitin 1479, historia e saj nuk u shua kurrë. Sepse në ato 11 vjet të fundit u kuptua një e vërtet e madhe. Skënderbeu ishte zemra e epopesë, por populli shqiptar ishte shpirti i saj.